Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju që keni zgjedhur grupin numër 2 apo këtë kristalin blu. Dhe të shohim të dashur, ja, po e shikoj me njëherë në letrat e para për çfarë po bëhet fjalë. Të dashur grupi numër 2. Nuk e di tani, nuk do të thot patjetër që vlen kjo për të gjithë, por për shikoj më shumë ka të bëj për dashuri, por ky zhgënjim i madh më shumë më flet për dashuri. Ke qenë në një situatë që të ka lënduar. Dikush të ka zhgënjyer në dashuri ose në një lidhje ku je ndjer e përdorur apo e pavlerësuar. Cila do nga këto të dashur. Dhe keqja është të dashur grupi numër 2. E keni ditur, e keni parë, nuk është nga mosdituria apo nga që nuk keni kapacitet ta kuptoni, por një dashuri e tillë ju ka bërë, siç thash, e keni ditur që kjo nuk po të bën mirë. I keni parë gjërat hapur, por keni vazhduar me ca iluzione, ke qëndruar me shpresën që gjërat do përmirësohen. Të dashur grupi numër 2. Mund të jetë që tashmë jeni larguar, por nëse jo, tani është momenti. Jo nesër, jo javën tjetër. Tani. Ke dhënë mjaftë. E ke provuar, por kjo situatë nuk do të ndryshoj. Këtë mund t'ju garantoj, çfarëdo iluzioni që të keni që ky person apo kjo situatë do të ndryshoj. Je duke humbur dhe kohë dhe energji. Dhe sa më shumë po qëndroni aty, të dashur grupi numër 2. Ju vetëm sa më keq po bëheni. Mos u mashtroni nga fjalët apo premtimet. Faktet janë komplet tjetër gjë. Po ju bën mirë kjo situatë? Jo, absolutisht. Ndiheni të lumtur aty? Absolutisht jo. Shikoj, nëse jo pra, atëherë është koha ta mbyllësh këtë derë, jo për pak kohë, apo për një periudhë, por për gjithmonë. Hiq dorë, të dashur grupi numër 2, nga çdo iluzion dhe kthehu në realitet. Jeni të zotët apo të zonjat të shikoni realitetin në sy. Shikoni, mos u merrni se ndoshta bëhet, ndoshta do ta kuptoj vlerën time, apo ndoshta kjo situatë, për çfarëdo që të jetë, do bëhet më mirë, ndoshta do rregullohet. Me ndoshta është thjesht një iluzion, duke i parë veprat apo faktet komplet që flasin ndryshe. Kthehu në realitet pra, shërohu, kujdesu për veten, mos prit që dikush tjetër të jap atë që duhet t'ja japësh vetes, respektin, qetësinë dhe absolutisht vlerësimin, të dashur grupi numër 2. Pastro hapësirën tënde nga njerëz dhe gjëra që po të hargjojnë, po të shqetësojnë. Ndrysho rutinën tënde, fshi kontakte që të kthejnë mbrapa, fokusohu tek çfarë ke mësuar, jo çfarë ke humbur. Absolutisht. Është koha pra, grupi numër 2, për një kapitull të ri. Dhe këtë herë ti të vendosësh rregullat. Çfarëdo që të ketë, nëse ka të bëjë me një dashuri apo një ndërprej çdo kontakt që të sjell pas në këtë dhimbje. Mos u përgjigj mesazheve apo premtimeve të vjetra. Rregullo hapësirën pra. Kjo është një fillim apo një hap që simbolizon fillimin e ri. Vendos kufi të qartë, nuk kthehesh më në situata që të shkatrojnë qetësinë, të dashur grupi numër 2. Pra, jo sot, jo nesër, jo nesër apo javën tjetër, por që sot duhet ta duani veten më shumë se çdo gjë tjetër. Ky person, kjo situatë është thjesht në iluzion që keni krijuar në kokën e juaj. Do thotë, s'ka asgjë me realitetin apo faktet që po ndodhin dhe jeni duke i parë.